Prej disa muajsh kursi i këmbimit nuk po përjeton luhati të mëdha. Sipas Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbet aktualisht me 96.70 lek. Në muajt e parë të 2025-s, 1 euro këmbej me 98 ose 99 lek, por shenjat e para të rënjes së tij u shfaqen në muajin maj për të thelluar në qershor. Pra thyrja e madhe nisi në fillim të sezonit veror. Në muajin korrik dhe gusht, euro fiksua pra nivelit të 97 lekëve, ndërsa nga shtatori deri më tani moneda evropiane po këmbet me 96 lek. Nga nisja e vitit deri më tani, euro ka përjetuar rënien më të madhe në 21 tetor, ku zbriti për herë të parë në nivelin e 96.60 lekëve. Leku është forcuar për shkak të sasisë së madhe të eurove në vend. Kjo sasi vjen nga prurjet e mëdha të emigrantëve, të ardhurat nga turizmi, investimet huaja direkte si dhe paraja informale. Duke marrë parasysh faktin që importi i mallrave kryhet në monedën euro, forcimi i lekut i ka bërë më të lira mallra dhe shërbimet që blihen jashtë vendit, por ka dëmtuar sektorët eksportues të ekonomisë shqiptare. Të dhënat nga Instat tregojnë se në këtë 10 mujor, eksportet e mallrave arritën vlerën 291 miliard lek, duke ulur me 7%. Megjithatë, edhe importet rezultojnë me rënje për këtë periudhë. Deficiti tregtar arriti vlerën 445 miliard lek, duke u rritur me 3.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s. Krahas të ardhurave nga turizmi, të cilat arritën në 1.9 miliard euro në gjysmën e parë të vitit, edhe prurjet valutore të emigrantëve u rritën në 531 milion euro. Shqipëria ka një kurs këmbimi të lirë dhe jo të fiksuar, që nënkupton se Banka Qendrore lejon kursin të vetë rregullohet dhe nuk ndërhyn përveçse në raste të jashtëzakonshme. Edhe pse euro ka pësuar një rënje drastike në raport me lekun, banka ka ndërhyrë në mënyrë të rezervuar në blerjen e valutës për të rregulluar kursin e këmbimit.